Saktësisht pas 23 ditëve, kur me 26 mars në palestrën Feti Borova, u ndeshën në finalin e 5 jubilare të Ligës Unike, Golden Eagle dhe EPEA po ndeshën edhe një betejë vendimtare, kësaj radhe për të kaluar në gjysmë finale. Për top, në fillim, kërcejnë atje Tariq Smith dhe Logan Routt, të mos e lejojnë pasimin tek Dequan Bracey, i cili me të vërtet në ndeshjet e fundit është dëshmuar si një rrezik i jashtëzakonshëm dhe këte Berisha atje për Logan Routtin, shpejt atje shkon topi për Arti Hajdarin, i cili nuk dëshiron me njerë të shkon me teknike. Scott Bamford dhe vjen treshja. Bracey me pick and roll me Logan Routtin, vonot në pasim Arti Hajdari në anën tjetër, i vetmuar për 3 pik, përgjigjet në treshe. 6-1 nga loja është ylli deri tash. Deporton Logan Routt, pick and roll, loja fenomenale dhe përsi 2 shifrore, të cilët me zonë po mundon të ndalin këte njeri, i cili nga 5 piki kanë Arti Hajdari dhe Dequan Bracey, që ka edhe 2 kërcime. Sa bukur atje me një piruet në ajër, realizon Alice Shoshi. Scott Bamford nga një distancë jashtëzakonshme atje. Bracey dhe pas, njëri kundër tjetrit mbyllët atje, por Edwards mbetët i vetmuar. Kosh foul atje, Gzimorina vonohet për të mbulu. 18-4 plus 14 pik. Për mrekulli, fillojnë edhe qerekun e dytë me këte pick and roll fantastik mes Bracey dhe Edwardsit. Kastrati për mrekulli, deporton pranvis fundore dhe Musa Balës nga ana e kundërt realizon. Tenton, nuk realizon, Erion Kastrati kundër sulmi shpejt, Scott Bamforti deporton për mrekulli. Dequan Bracey, të shofim se si do të përgjigjet Kakiusis, po tenton me 3 pik dhe Arti Hajdari këte e bën për mrekulli. Tariq Smith i vjen në blok atje Brian Pesit, në brendi për mrekulli, Alehu Brian Pes dhe Tariq Smith për 26-33, e afron rezultatin. Shmendet atje Endrit Elshani, s'ka faj Bracey për Arti Hajdarin. Dora e ti është e jashtëzakonshme, nuk di sonte të huq për 3 pik. Arti Hajdari, Josh Gray dhe Dardan Berisha, rolling fenomenal atje. Josh Gray, i cili realizon dhe rezultatin në 28-39 dhe afron. Cecil Williams, Tariq Smith lufton atje, e blokon, Bracey e kap topin, dhe treshën e qëllon. E tërheq topin jashtë Dardan Berisha, veç ja pason atje thjesht Bracey. Ndreqet atje në pozit, e pret topin nga Dequan Bracey. Logan Routtin, i cili pas pick and rollit lufton atje me Sabetskisin, por Cecil Williams u reflektua dhe në rezultat. Erion Kastrati tenton dhe treshën e realizon. Për Dardanin, lëvizje mashtruese Dardanit, e kthen topin të Dequan Bracey. Çfarë bashkëpunimi mes Dardanit dhe Bracey, janë të jashtëzakonshëm. 13 pik të Bracey, treshja e tij e tretë nga 4 tentime. Erion Kastrati në anën tjetër shkon, realizon dhe pjesa e parë mbyllet me rezultatin 34-55. Të kthehet në lojë, të mbyll koshin, dhe të domin Arti Hajdari nga një pozit e vështirë, dhe kjo është ajo që me të vërtet të dyte kanë një shtat lartësi nga 211 cm. Në anën tjetër Brian Pes përgjigjet, nuk ka shënim. Scott Bamford e kalon Arti Hajdari, tentim për 3 pik Bracey atje, ankot. Në anën tjetër për mrekulli, asistim. Edhe 5 minuta e 15 sekonda dhe në fund të qerekut të tretë. Brian Pes për mrekulli mbi të gjithë shkëputet për 48-62. Dustin Thomas në anën tjetër e shpëton këtë top 5 edhe 4 sekonda, deporton deri në fund Brian Pes.
tenton dhe realizon. Caesar Edwards, mbrojtje zonale, Dequan Bracey, kur s'kishte qka me bo me top dhe mbeti i blokuar. Lëvizje mashtruese e gzimit, lufton kundër sulmi shpejt Bracey, 3-3 Cecil Williams, e ngulit atje në mënyrë elegante për 52-71. 5 minuta lojnë, nuk ka pik për Golden Eagle Yllën dhe tani agjërimin e ndërpren kapiteni për Sabetskisin. Dardani Bamford në kënd atje, tenton dhe treshën e realizon rezultatin për sëri në vetëm 10 pike afron. Malja kërkon atje topin Bracey, i cili është i pandalshëm sonte. Për pejen Cecil Williams deporton deri në fund, i pandalshëm. E kërkojnë atje Bamfordin, Gzim Marina për Tyreek Smithin. Bamford është pranti, Williams deporton deri në fund. Realizon dhe rezultatin në 70-81 e ngrit. E respekton dhe Kakiusis përshëndetet me Endrit Elshanin. 70-82 rezultati final. Peja është në gjysmë finale me trepshën të Attenborough nominatorin nga ora 19:30 pa dyshim. Lojtari ndeshjes Dequan Bracey Pez, 23 pik, 7 kërcime dhe 7 asistime.